Mirëmëngjes. Rikthehemi në studio. Rikthehemi duke bërë një dorë muhabet me njëri tjetrin. Po flisnim për vendet më të mira ku mund të jetosh në Tiranë. Se ka shumë diskutime, jo po Astiri, jo po kombinati. Po patjetër. Nuk e di ç'mendon ti Franc, po e diskutojmë një ditë tjetër. Ka të bëjë me mirëqenien edhe kjo. Patjetër që po, edhe varet ku e gjen ti shëtsin shpirtërore. Edhe me shëndetin e mendjes, të trurit, të shumë e rëndësishme lagja. Unë e kam shumë të rëndësishme, për shembull, pavarësisht se kam jetuar në të gjithë cepat e mundshëm të Tiranës. Por përgjithsisht zgjedh lagje që janë të qeta. Por përgjithsisht zgjedh të mos jetoj më në Tiranë. Zgjedh jetoj në Korçë për shumë arsye, për çështje mirëqenie. Për çështje mirëqenie në Tiranë. Mirë, flasim tani për rubrikën tonë, si çdo të hënë, dedikuar mirëqenies. Kemi në një lidhje të drejtë për drejtë, nuk e dim nga cila lagje e Tiranës, po jemi me Ilvi Begollin, i cili është fizioterapist. I themi mirëmëngjes. Ilvi, mirëmëngjes, faleminderit që na e bashkuar. Mirëmëngjes Ilvi, mirëmëngjes. Edhe ditë të mbar, javë të mbar edhe pranverë të mbar. Gjithashtu dhe për ju. Ore, na duket ne apo tani në këtë periudhë na therin e na çajin kockat më shumë se sa në periudha të tjera të vitit. Ishim nga gjuri. Jo, tani nuk të çajin shumë kockat, në fakt, se tani del dielli, dhe thonë kur hyn dielli nuk hyn mjeku, po në fakt për ata pacientë të cilët kanë gjithmonë këto lëhatje të kokës në momentin që kjo pranvera fillon shfaqet njëherë me diell, njëherë me shi, presioni atmosferik ndikon pak te kyçet dhe mund të jenë pak më të ndjeshëm ata pacientët të cilët vuajnë nga këto probleme të kyçeve, siç mund të jenë artrozat apo këto të tjerë që mund të kenë sadopak dhimbje qafe, dhimbje muskujsh, domethënë bëhen çik më të ndjeshëm. Por që është kohë e mirë, në fakt është periudhë e mirë, periudha e pranverës dhe e verës është periudhë goxha e mirë, sepse në ato që neve shikojmë në rutinën edhe ditore të pacientëve fillojnë shtohen pak të daljet, shëtitjet, ecjet, se të favorizon pak koha, nuk jemi më të mbyllur në shtëpi, gjë që redukton sadopak atë stresin që mund të jesh gjithkohë në shtëpi dhe në pak lëvizje, ndryshimi i kushteve atmosferike dhe ardhjes e ndryshimi i spinës, domethënë dalja e diellit edhe luleve etj, bën të mundur që pacientët të jenë çik më aktiv në jetën e tyre dhe të huajnë gjithmonë më pak nga problemet e kockave. Domethënë pas ka diçka të vërtetë edhe te këto bestytnit lidhur me motin edhe mirëqenien tonë fizike. Ilvi, cilat janë ato problemet kryesore që shfaqin pacientët sot? Me që përmendë lëvizjen, mund të jetë edhe jeta sedentare që bën? Shiko, gjatë periudhës së dimrit kemi është shumë e çuditshme, po ajo që ne shikojmë, domethënë në këtë periudhë janë le të themi post-trauma, që periudhës së dimrit shumica e pacientëve që ne shikojmë janë të lidhur ngushësisht me këto sportet dimrore, siç mund të jenë skite, snowboard etj. Dëmtohen në shumicën e rasteve në periudhën janar shkurt dhe vinë tek ne me pllaka goshdëvi në periudhën e marsit, sepse sa është kjo periudha e rianimit, qëndrimit në shtëpi me paterica etj, fillon kjo periudhë vërtet. Domethënë në mars bashkë me lulet lulzon edhe puna. Lulzon edhe puna sa do pak, po kjo është e vërtet. Po gjithmonë, domethënë, kjo pjesa e post-traumave është shumë evidente në këtë periudhë. Jo vetëm për faktin e këtyre periudhave të skive, po dalin edhe në çik më shpesh tani motorat, dalin çik më shpesh biçikletat. Se skuteret e kanë hequr. Po, skuteret e kanë hequr, dalin çik më shpesh, domethënë, këto anët e tjera dhe gjithmonë më shumë ka aksidente. Në fakt dhe përgjithsisht traumat dhe post-traumat janë ato që na ndjekin gjatë kësaj periudhe. Ilvi, tani jemi në muajin kur ndrohet edhe ora dhe përgjithsisht tek shumë njerëz ndikon ai orari që duhet të sibje tani, zgjohemi më herët apo jo? Po, sepse është ora e verës. Po, zgjohemi më herët, është vërtet. Tani biologjikisht patjetër që kjo ndikon edhe në organizmin tonë. A kemi ne një grup ushtrimesh që duhet t'i ndajmë nga vetja çdo mëngjes kur ngrihemi për të përballuar më mirë këtë ndryshimin e orës dhe marrjen e ditës që herët në mëngjes? Shiko, vetë fakti ndryshimit të orës në një herë bën të mundur që ne të kemi një çrregullim sadopak të gjumit. Edhe
ç'është e vërteta, unë gjithmonë I them pacientëve që truri është si një bateri që karikohet gjatë natës dhe shkarkohet gjatë ditës. Dhe sa më mirë ne të flëm, aq më mirë është për të përballuar ngarkesat tona ditore. Por ç'është e vërteta, në ç'a po shikojmë kohët e fundit ose gjithmonë, edhe ne duke bërë çik më të vjetër me moshën, kuptojmë që ca njerëz që bëjnë sporte shumë ekstreme, duke bërë më të vjetër kanë gjithmonë problematika më të mëdha në të ardhmen. Dhe gjithmonë kemi filluar tani t'i këshillojmë çik pacientëve dhe I themi dëgjoj, për shembull, ç'a të duhet që të ngresh, shkosh në palestër, të bësh deadlift me 150 kg, ose të bësh leg press me pesha të mëdha etj. Jo për t'i hequr punë instruktorëve të palestrës, edhe për t'i thënë njerëzve që mos bëni palestër, por ajo që vëmë re është që konsumimi shumë I madh ndër vite në njerëzit që bëjnë sport ekstreme, apo në njerëz të cilët bëjnë, mund të jesh një basketbollist, bën në 25 vjet karrierë, 2000 kërcime me gjunjët në ditë. Më kupton, dhe do të vijë një moment që kur vish ke 50 e kusur vjeç, do të kesh disa problematika që lidhen me një sport të caktuar. Dhe ç'është e vërteta, ajo që po I këshillojmë sot pacientët është që të jenë gjithmonë më të kujdesshëm në bërjen e aktivitetit fizik. Dhe po sugjerojmë ushtrime të thjeshta gjatë ditës, tipit të format e pilatesit, këto gjimnastikat e thjeshta që mund të qenë këto gjimnastikat në thonjza të kohës 60 verë, bicikleta është okay, noti është okay, pra gjëra të cilat e ndihmojnë stretching. Nuk jam shumë për këto jogat ekstreme, sepse jogat kemi parë raste shumë të rëndësishme, domethënë të traumave që vijnë nga këto jogat kur këto ekzibicionet qëndron aty që bëhen aerial yoga në ajër. Po edhe ato, edhe këto format e power yoga, për shembull, që qëndron 20-30 minuta, 10 minuta në një pozicion të caktuar që jep një stres të caktuar, një gjymtyre, kemi pas raste të frakturave të stresit. Patjetër që janë më të rralla, por që ekzistojnë. Kështu që I themi pacientit që në një herë trupi flet dhe duhet I japësh atë sasi dhe atë ngarkesë ushtrimore që është e nevojshme për të qenë të shëndetshëm dhe pa u dëmtuar. Dhe duke pas gjithmonë në fokus që edhe ne, domethënë, na vjen pacient që na thon, dëgjoj, kemi bërë 30 vjet, kam 30 vjet që luaj futboll, dhe ndërkohë ti shikon që në moshën 50 vjeçare ka filluar një artrozë e gjurit, apo sepse është gjithmonë një sport që fut gjurin në punë, për shembull. Dhe përpiqemi që për ata që nuk do fitojnë një lek nga sporti, ti themi të tërhiqe në kohë. Ti themi që të qëndrojnë ato nivele për të qenë të shëndetshëm dhe për pasur se jeta është e gjatë dhe për pasur dëmtime në të ardhmen. Patjetër që ne duam punë, po ndonjëherë më mirë është edhe të parandalosh se sa të vish në atë fazën kur realisht dhe për ne gjërat bëhen pak vështira për t'i menaxhuar. Pra Ilvi, të gjitha këto ushtrimet edhe sforcimet e tepërta mund të na lënë pasoja në afatgjat. Po ndërkohë, a është e nevojshme të ushtrohemi për ditë apo si mund të bëjnë njerëzit që janë me orare të gjata pune para kompjuterit dhe nuk kanë mundësi të shkojnë të bëjnë pilates, yoga apo çfarëdo lloj aktiviteti? Shiko, çdo aktivitet I bërë në çfarëdo lloj momenti është I mirë. Ne tek ata njerëz të cilët qëndrojnë ulur, që qëndrojnë gjatë në zyrë, I themi gjithmonë që të krijojnë rutinat e tyre të pushimit. Për shembull, mjafton, edhe sikur të ngrihesh në 50 minuta, në një orë, pra të ngrihesh 10 minuta nga karrikja, për qoftë edhe për të lëvizur nëpër zyrë, është një mënyrë që mos të qëndrosh në të stresin kështu oksidativ, në të stresin ulur para kompjuterit. Kështu që ka forma të ndryshme për të menaxhuar posturën dhe rutinën e bezdisshme ditore të qëndrimit vetëm ulur. Ne për shembull po shikojmë kohë të fundit, po shoh vetëm IT, po shoh vetëm njerëz që kanë punë nga zyra dhe që praktikisht punojnë nga shtëpia, që janë gjithkohë shtrirë para kompjuterit, kanë mundësi të lëvizin në shtëpi, po janë gjithmonë në një zonë të mbyllur dhe që nuk është se përfitojnë në një gjë të madhe nga kjo puna e bërë në shtëpi. Dhe gjithmonë I themi këtyre pacientëve, I themi që dëgjoj, është më mirë që
të dalësh, të ecësh në ajër të pastër, të dalësh në natyrë, të dalësh nga shtëpia, sesa të jesh në atë fokusin që patjetër që duhet bësh një ushtrim të caktuar. Domethënë ndonjëherë edhe thjesht dalja nga ambienti ku ti je i mbyllur aty është më e mirë se sa thjesht të bësh ushtrime. Unë besoni që për të njëjtën gjë vlen edhe për ne që jemi brenda në klinikë, që jemi brenda në spital, që jemi gjithkohës mbyllur në një ambient caktuar. Ilvi, si Por ndikon kush ka mundësi të bëjë sport është mirë. Si ndikon një skolioz, kifoz, edhe në smundjet bashkëshoqëruese që mund të ketë pacienti? Marrim rastin e migrenës për shembull. Është një lloj pyetje kështu shumë specifike se personale. Jo. Ktheva kokën në një moment. Dëgjoj, ne është sepse ndonjëherë mendoj, me të dëgjuar e kam këtë, që shumë problematika që ne kemi, që ndikojnë në mirëqenien tonë personale, vijnë nga shtylla kurrizore, sepse ne asnjëherë nuk kujdesemi për të. Kjo është e vërtet, edhe studimet e fundit në fakt për gjithë ata njerëz që bëjnë sport, për sa i përket pasjes së një biomekanike më të mirë trupore apo një ekuilibër shumë më të mirë, gjithmonë fokusin e kemi te kolona. Të gjithë ato që ju përmendët, deformimet e kolonës të përfshira në ato format e gungës që i themi kifoza apo ato format e shtrëmbrimeve të tjera që i themi skolioza, pra kur pacienti qëndron çik më shumë anash, kanë një lloj lidhje me ekuilibrimin e përgjithshëm të trupit. Po ç'është e vërtetë në fakt, në 80-90% të rasteve pacientët nuk paraqesin asnjëherë dhimbje dhe lidhja ose diagnostikimi me patologji të tjera ndonjëherë bëhet i vështirë për të thënë që po me do e mos pasja një migrene është e lidhur ngushtisht me një shtrëmbrim të kolonës. Dhe ja u them këtë sepse shikojmë për shembull paciente që kanë pasur një skolioz dhe ka filluar një skolioz në moshën 8-9 vjeç, nuk e kanë ditur kur që e kanë pasur, mama kanë bërë nga 2-3 kalamaj, dhe një ditë bukur i fillon një dhimbje qafe apo një dhimbje koke dhe bën një grafi qafe apo një grafi kolone dhe dalin me skolioz. Dhe gjithmonë thonë, na vinë në klinikë e thonë, "Dgjoj, kam të skoliozën", po ndërkohë janë ndër ato patologji që fillojnë që në moshë të hershme dhe siç u përmendëm përpara, në 80-90% të rasteve nuk paraqesin asnjë dhimbje as asnjë lloj simptomatologjie. Dhe thjesht nga një gjetje rastësore, pacienti thotë që dola me skoliozë tani më dhëm dhe koka. Pra nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë thua ti. Kaq të drejtë për drejtë. Po të them një rast, nuk e di, shumë shkurt, por shumë që e kisha të premten, më vjen një gozë që merret me CrossFit dhe që nga një grafi e mushkërisht del me një skoliozë. Dhe ajo bën gara CrossFiti, duke ngrit pesha në dinamik, është nga këto domethënë gara që bëjnë CrossFit, që bëjnë sforcime shumë të mëdha dhe që skoliozën e ka që nga mosha 18 vjeç, dhe ndërkohë ngre pesha si kafsh nga krau tjetër. Qartë. Do t'ja di fare që ka një skoliozë dhe që e kupton thjesht se ka kaluar një gjendje gripale, bën një grafi dhe del kjo skolioza. Na trembe tani do vim të lëm orare. Duhet me pas. Jo. Mos e lër pas dorë. Shiko, Ilvi, për ata që nuk lën orare dhe nuk e ndjekin terapin, ka dalë një trend i çuditshëm këtu në Shqipëri që për çdo kontraksion muskular apo ftoje muskulare, siç i themi, përdoren këto fashat, këto ngjitcat. Po. Sa i rekomandon ti ato? Sa efektive janë? Janë po, është vërtet, janë ato ngjitse që kanë një kale, ti më thënë kapsikum, janë. Jo, unë e marr me tigër, mendoj se është më mirë me tigër. Kafsha preferuar. Nuk është se ne nuk i preferojmë, por ato e para duhet të kenë, domethënë çdo 12 orë duhet ndrohen si fasha, por ajo që shikojmë tek pacientët është që përdorimi i tyre krijon shumë dermatite, domethënë krijon shumë skuqje të lëkurës, shumë acarime të lëkurës, gjë që më pas nëse ti do të bësh ndonjë procedurë tjetër, në thonjza terapeutike apo ku diun të përdorësh një krem për shembull i cili mund të ndihmojë për të qetësuar akoma më mirë muskulaturën e tjerë, bëhet pak e vështirë menaxhimi i pacientit. Më besoni që të gjithë na vinë është gjëja më e shkurtër që bën një pacient kur ka një dhimbje muskulare, shkon në farmaci,
merr një nga këto fashat e vendos, unë e kam vendosur, nuk është në një gjë e kundër indikuar, por kundër indikuar, do të thënë problematika që shfaqen kryesisht janë në zonat e lëkurës. Ilvi, shumë faleminderit që ishe pjesë e zgjohu po deshe, ditë të mbar, javë të mbar edhe pranverë të mbar edhe e gjithmonë i mirëpritur. Ndihemi më mirë tani që folëm me ty, s'na dhëm gjë. Faleminderit. Shumë faleminderit, ditë të mbar. Ditë të mbar, gjithashtu faleminderit. Pafshi. Ja i morëm edhe ca këshilla shumë. Jo, ma jo. I morëm ca këshilla shumë të vlefshme. Sa dhëmbi. Ne qëndrojmë tu, po bie shi jashtë, nuk e dim, po bie një çik nduket, ëh, po. Dëgjojmë muzikë. Po bie pak, okay. Dëgjojmë një këngë edhe dal nga dal, po vjen behari dhe po vim edhe ne drejt mbylljes. Mirëmëngjes të gjithëve.